Game Jam 3.0 është këtu dhe ne nuk mund të ishim më të lumtur se sa kaq. Dhe këtë e them me bindje të plot. Pas një pune shumë intensive, tani më disa mujore, dhe kur them disa mujore, e kam fjalën që prej fillimit të këtij viti, kur ne fillimisht filluam të mendojmë për edicionin e tretë të Game Jamit. Dhe që nga hera e parë kur Game Jam u bë, në mënyrë të vazhdueshme të gjithë njerëzit pyesin, kur është edicioni i radhës? Dhe këtë vit, patçka të gjitha sfidave, vështirësive, të thëna në fakt edhe në episodin e mëparshëm, ne vendosëm që Game Jam 3.0 do bëhej në fundjavën e 10-13 tetorit, pra në fundjavën e ardhshme. Dhe sot unë jam me Sarën dhe me Klean për të folur për të gjitha përgatitjet, për të folur për çdo gjë që na pret këtë fundjavë. Gocani, hi! Përshëndetje. Përshëndetje dhe shumë faleminderit që jeni në këtë podcast. Jam shumë gati për të thënë çdo gjë kemi mbajtur për vete për gjatë këtyre 2 muajve intensiv të përgatitjes. Sepse ka pasur shumë sfida që Ovid do të duken dhe do të dalin për gjatë rrugtimit të krijimit të çfarëdo lloji eventi, por në rastin e Game Jamit është pak më specifik, sepse duke qenë një organizim i tërë vetëm e vullnetar, edhe një highlight këtu për bluzën e kuqe të vullnetarëve. Duke qenë një organizim i gjithë me vullnetar, ndonjëherë bëhet pak e vështirë koordinimi me njëri tjetrin derisa të gjithë vendosemi në një faqe. Por tani më gjërat janë drejt përfundimit. Si po ndjehemi gjëja e parë? Është emocionuese për mua personalisht, duke qenë se është herë e parë që marr pjesë si vullnetare, është goxha emocion, edhe është nga një perspektivë tjetër, duke qenë se para 2 vitesh kam qenë si pjesëmarrëse, dhe këtë vit jam vullnetare, kështu që mezi po e pres, në thënë të drejtën. Po për ty, Sara? Edhe unë goxha emocionuar, se kam marrë pjesë në shumë Game Jams, po nga këto online, edhe shumë interesante të shohësh mbrapa skenën, si funksionon, si organizohet. Çfarë është një kurreshti që të shuar tani më për gjatë këtyre 2 muajve? Jo ai shumë kurreshtje sa fakti që nga goxha e vështirë organizimi, por gjithashtu do me thënë kupton që ja vlen, sidomos tani që jemi afër fillimit. Afër fillimit. Në fakt, unë e përmenda pak te fillimi që puna ka qenë intensive dhe me shumë sfida që nga fillimi këtij viti. Se që në janar ka nisur diskutimet dhe ne ishim në mënyrë të vazhdueshme kur do jetë data përfundimtare e Game Jamit dhe patëm në fakt edhe një meetup me të gjithë komunitetin dhe tham, okay, this year gjërat nuk janë më njësoj, sepse do kemi pak më shumë vështirësi në financimin e eventit, like behind çfarëdo lloj eventi ka nevojë për financime. Duke qenë se kjo është një sfidë 48 orëshe, njerëzit ushqehen për gjatë gjithë sfidës, do të qëndrojnë aty, duhet të kenë pije, çdo gjë tjetër për t'ia u bërë të gjithë eksperiencën më të lehtë. Dhe menduam, okay, e kapim dot maj duke i vështirë. Dhe tham, okay, do ngelet për vjeshtën. Por nga ana tjetër nuk donim që gjërat të mbeteshin për moment të fundit. Dhe kështu e gjithë eksperienca ishte që t'i bëjmë gjërat përpara, që asgjë të mos duket e vështirë në fund, të mos na japi stres, të njerëzit të marrin të njëjtën eksperiencë që ndjejmë edhe ne. Por e vërteta është që këtë vit për shembull kemi shumë pjesëmarrëse në të gjitha vitet e tjera. Edhe kjo në një formë apo një tjetër e rrit pak vështirësinë. Për shembull, të premten nis çdo gjë. Pra këtë të premten ne mbasditë do kemi eventin hapës, aty bëhet reveal edhe tematika e këtij viti që të gjithë e presim me shumë entuziazëm në fakt. Dhe pastaj fillon puna. Kam përshtypjen Klea e mban mend edhe nga eksperienca jote. Pra, premtja në dark. Po, ndryshimi është se në eksperiencën time ka qenë Game Jam i parë. Edhe kemi qenë relativisht pak pjesëmarrës duke krahasuar me këtë vit. Unë mbaj mend që kur kam arritur, kam qenë vetëm, domethënë vendosa të marr pjesë vetëm. Edhe asnjë nga pjesëtarët e grupit tim që isha caktuar në një grup me pjesëtarë që nuk i njihja, nuk erdhi. Edhe unë praktikisht pa grup, domethënë isha vetëm aty dhe thjesht po prisja, thash okay, nëse do vinë dhe të tjerët, mirë, nëse do vinë, po ikin në shtëpi, kështu se qerta. Edhe po që ishte shumë interesante sepse ishte një grup tjetër që ju mungonte një pjesëmarrës, pra nuk ju kishte ardhur dhe u bëm bashk, edhe ishte goxha grup i lezetshëm. Dhe ndryshimi është që këtë vit ka shumë më shumë dhe se di si do bëhet, si do jenë pjesëtarët, kur do njihen, disa ndoshta njihen, disa nuk njihen fare.
Është shumë interesante kjo. Është në fakt se të Game Jam njiheshi pjesa më e madhe e aplikantëve ishin individ, pra nuk është se njiheshin me njëri tjetrin, ishim shumë herët. Kishte një komunitet të mirë fill. Tani pas 2 edicionesh, në edicionin e 3, njerëzit pjesa më e madhe kanë aplikuar në ekip. Sara që është marrë edhe me regjistrimet e di që pjesa më e madhe xha kanë aplikuar në ekipe, kështu që nuk kanë shumë njerëz të rinj në sensin nuk e kanë atë momentin e parë të qasjes, xha e din çfarë pritshmërish kanë nga njëri tjetri. Kam përshtypjen do ketë më shumë konkurrencë. Ka shanse. Do me thënë, tani ne po i shohim dal nga dal që po futen në Discord. Edhe në fakt ne shpresojmë që aty të jetë dhe vendi ku për ata pak që kishin aplikuar solo, të njihen me ato skuadrat e tyre, të filloj komunikimi, se aty pastaj fillojnë nisin ide të gjitha. Interesant. Okej, le të marrim një moment që diku poshtë lart në cepet, në këto 4 cepet e kësaj video të vendoset linku i Discordit. Njerëzit duhet të join në Discord, sepse aty bëhet i gjithë diskutimi. Apo jo, Sara, se po vujmë duke ju shkruar gjithëve tek futu në Discord. Se ti pse e shmangin, është alamet rjeti social, është i bukur. Është vërtet shumë social, nuk e di, të jep një lloj tjetër emocioni kur bashkohesh aty dhe flet me mentorët, flet dhe me pjesëmarrësit e tjerë, kështu që do ja sugjeroja gjithë ta hapni Discordin për qef, pastaj edhe për këtë gjë tjetër. Ka edhe një gjë tjetër, në Discord janë participants të Game Jam 1-shit dhe Game Jam 2-shit. Probabiliteti për të njohur njerëz të rinj nëpërmjet Discordit është shumë i lartë. E ndoshta edhe për të marrë një këshill nga gjithë ata që kanë aplikuar më parë dhe kanë eksperiencën. Fast forward te dita e shtunë. Gjithë dita është punë praktikisht. Ti Klean ndoshta mund të më japësh pak edhe feedback. Ju e keni nisur punën që ditën e premte, keni pritur ditë e re, kismet i ri. Po, pak a shumë kjo ishte. Ditën e premte, siç përmenda, nuk njihesha fare me pjesëmarrësit e tjerë, kështu që ishte pak a shumë po njiheshim me njëri tjetrin, çfarë bënim, kush ishin ekspertizat tona, duke qenë se secili nga ne duhet ta ndante punën, pra gjithë secili do merrej me diçka. Edhe ishte shumë e rëndësishme që të bënim secili nga një punë që nuk e bënte tjetri dhe të sillnim diçka të bukur. Dhe dita e premte ishte thjesht shkëmbim idesh, përplasje idesh, eksperiencash, çfarë duam të bëjmë dhe ishte shumë interesante të dije bot kuptimin e tjetrit, të flisja për lojrat që kisha luajtur unë, të dija çfarë kishin luajtur të tjerët, na u bashkuan dhe mentorët, edhe patëm shumë ide. Pastaj në të shtunën ishte dita ku nisi realisht puna. Do me thënë dam çfarë toolsesh do përdornim, cili do fokusoj të çfarë, kishim bërë një blueprint të lojës që donim të bënim, edhe dita e shtunë ishte absolutisht intensive puna. Me thënë aty ka nisur që në mëngjes, që kemi vajtur, edhe deri në mëngjesin tjetër. Pa ndalim. Mos thuaj Sara, mos e ke marrë pjesë në disa game jam-e në online kryesisht. Çfarë përgatiti te vetja jote përpara? Me çfarë mund t'i futesh në një game jam? Atëherë mendoj është një fjalë, është thjesht përgatitja, do me thënë nuk mund të përgatitesh 100% asnjëherë se edhe tematika luan një rol shumë të madh në atë që do krijosh, por kjo nuk të ndalon nga pikërisht kjo njohja e skuadrës, të dini ku i keni ato pikat e forta, mos njihni teknologji të gjithë edhe mund të fokusoheni tek ajo. Do me thënë ka shumë pika ku një përgatitja jo pikërisht si shta dhe Klea i krijimi një blueprint të ndihmon shumë në ekzekutimin pasaj që ndodhin ato orët e tjera. Ndoshta të gjithë kur futen në një game jam apo çfarë do lloj kompeticioni, në fund të ditës ky mbetet një kompeticion i cili vjen në një formë shumë laid back, që t'i japi mundësi njerëzve të marrin më shumë sa thjesht dëshirën për të konkuruar, për të marrin edhe një ori të reja. Fund të ditës të gjithë kanë një qëllim për veten, pse futen. Do synojnë me patjetër të fitojnë, do synojnë të mësojnë një teknologji të re, po vinë vetëm për të socializuar, po vinë për të njohur industrinë, për takuar njerëz dhe për të bërë networking. Kam përshtypjen se kjo pastaj vendos edhe foundation se çfarë secili pret, çfarë secili do kontriboj edhe ku e shikon destinacionin. Çfarë këshille do jepnit dikujt nga gabimet tuaja? Personalisht nga eksperienca që kam pasur, e vetmja këshill që
doja Ose të jep. e di çfarë më mirë, më thoj pak çfarë gabimi keni bërë. Po, këtë do thoya. I vetmi gabim që mendoj që kemi bërë është që ditën e fundit bëhet shumë intense ajo ndjesia që nuk e kohë, shpejt e shpejt, mbarojmë sepse duhet mbarohet gjëja dhe të bëhet package dhe të uploadohet sepse mbaron ai deadline-i dhe duhet normalisht loja në fund ka atë afatin që duhet uploaduar dhe të shikohet nga juria dhe kjo duhet bërë shumë paraprakisht që mos të mbeten gjërat për në moment të fundit dhe para kësaj është shumë intense ajo ideja që duhet mbyllur gjërat sa më shpejt. I vetmi gabim që kemi bërë ne mendoj si skuadër është që të dielën që duhet finalizuar gjëja, pjesëtarët e skuadrës mund të shkonin bënin ndonjë xhiro te timet e tjera sepse kishim socializuar me të gjithë dhe kishim një lloj misie, si thua, dhe shkonin bashkëbisedonin me si po të ecën. Bënin këtë dhe vinin tek ne dhe thonë, tjerët janë shumë para, jepini shpejt çfarë po bëjmë? Jemi shumë mbrapa edhe kjo lloj mentaliteti e bën shumë të thjeshtë të demoralizohesh, edhe ta sabotosh veten që unë jam shumë mbrapa, nuk arrit dot, nuk do e mbyll dot dhe mendoj që kjo është vetmja gjë që nuk duhet bëni. Domethënë secili ka progresin e vet, ka projektin e vet, ka lojën e vet, secili ka qëllime ndryshme siç tha dhe Dea, kështu që thjesht shijoni këtë procesin, të shkoj si të shkoj, të bëni çfarë të bëni, e rëndësishme është që në fund optimale është të arrini të krijoni një prototip të lojës, e krijoni mirë se krijoni, shijoni thjesht procesin. Po su bë. Po sepse është eksperjenca që duhet të vlerësohet, shumë unë atë vlerësoj personalisht, kështu që ky është vetmi gabim që mendoj që kemi bërë dhe do ju sugjeroja mos ta bëni. Atëherë një nga gabimet që kam bërë unë përpara, gabimi klasik është ajo e patis të shumë ideve, dëshirës për të ekzekutuar mbi shumë gjëra në atë kohë aq të pak. Një lojë shumë ambicioze. Pikërisht ajo ideja e scope creep që i thon, përpiquni të mbani skopin sa më të vogël, bëni një gjë shumë mirë, sepse vlen shumë një ide ekzekutuar në maksimumin që mund të bësh për 48 orë, se sa shumë ide të ekzekutuara ndoshta për gjysmë. Më mirë të ketë një gjë që at least ka një fillim dhe ka një përfundim. Një gjë e fortë, po, një gjë e ekzekutuar mirë. Do të thënë, një ndryshim që kemi parë nga Game Jam 1 dhe Game Jam 2 është edhe mënyra se si tematika perceptohet. Për shembull, tematika e parë ishte më shumë e fokusuar në ëndrat. Ishte një tematike e përgjithshme, mund t'i qasesh nga gjitha llojet dhe perspektivat e mundshme, pak më shumë e fokusuar në game mechanics, pra në mekanikën e lojës, në gameplay, kurse te dyshi, pra te Game Jam 2, tematika ishte disi më narrativ, sepse do të çonte na ishte një herë, pra do të çonte te pralla, do të çonte te histori, do të çonte te gjëra të tilla. Ndoshta absolutisht tematika e ndikon super shumë, por ndoshta njerëzit duhet fokusohen pak më tepër tek një lojë që ka një gameplay deri në fund dhe ka edhe një qëllim që ti e arrin, e mbyll, pastaj nëse duan ti shtojnë një gjë tjetër, take your time, po më mirë ditën e diel të shtosh gjëra. Mendoj që pavarësisht temës, lojën e ndërton si të duash, domethënë mund të arrish të bësh t'ja gjesh qëllimin apo t'ja gjesh purpose-in, pse po e bën këtë lojë, pse po e krijon. Më thënë, e sjell historinë si të duash ti. Kështu që temat kanë qenë si vitet e kaluara dhe këtë vit surprizë, shumë interesante. Kështu që mendoj se cili do shtjelloj ato ide dhe botën e vet që ka në këtë pak ditë, po shumë intensive. Shumë intensive. Dalim te një tjetër këshill në fakt, që është ajo e të pasurit të gjithë narrativën, po edhe lojën sa më thjesht të jetë e mundur. Pra, e para duhet të dish skopin që Sara po përmendte, por nga ana tjetër është ajo paradigma e KISS, like keep it as simple as possible. Nuk ka asnjë lloj nevoje për të komplikuar gjërat. Se në fillim të gjithë kemi atë dëshirën sa po futemi në një sfidë të re, të ta mendojmë me të gjitha features të mundshëm. Kjo loja ka edhe këtë karakterin, po edhe këtë tjetrin, po ky do duket kështu, dhe të kërkojnë dizajne që do duhet t'i bësh from scratch.
ndoshta në një sfidë të tillë, jo ndoshta, por me siguri nuk është nevoja që të gjitha gjërat të bëhen from scratch, right? Rrjedhimisht nuk është e mundur, sepse është shumë pak kohë që të bësh çdo gjë from scratch. E mira është përdoren sa më shumë asete, librari të gatshme në varësi të platformës që përdoret nga pjesëmarrësit për ta krijuar atë që duan të krijojnë. Kështu që mirë është të shfrytëzohet absolutisht çfarëdo lloj burimi që të ta shkurtoj punën edhe të ndihmojë njëkohësisht. Pikërisht, do me thënë, çdo engine e ka një asset store ose diçka të tillë të vetin ku mund të gjenden plot asete të cilat janë falas, në internet ka plot, në Edge.io ka plot. Do me thënë është gjithmonë e mundur që aty ku mund t'ja lehtësosh vetes punën duke gjetur diçka të gatshme, mund ta përdorin. Normale brenda rregullit që kemi që çdo gjë e cila përdoret e tillë, pastaj duhet shënuar edhe në submission, që është një aset. Pra asetet mund të merren, mjafton të përmenden që këto janë asete të marra. Është me vlerë që njerëzit të përdorin në fakt ditën e premte për të brainstorm binde, ndoshta thjesht për të shfrenuar imagjinatën aty. Them se dita perfekte për të bërë këtë është që të gjitha ato mendimet e para që të vinë që të godasin me një herë, sapo ti merr tematikën, se ai është momenti i parë i kontaktit me tematikën. Ndoshta aty do ishte më me vlerë të diskutoj me ekipin. Për mua personalisht kjo është primare, domethënë është shumë e rëndësishme sepse sapo të vjen tema nuk ke asnjë ide, domethënë je pak nga eksperienca ime, je pak bosh sepse nuk e di akoma çfarë do të bësh, çfarë idesh kanë pjesa tjetër e grupit, kështu që është shumë e rëndësishme të kesh këtë përplasjen e ideve edhe të absolutisht çdo gjë duhet shënuar, pra në këtë përplasje idesh duhet marrë disa shënime, duhet rënë dakord çfarë do përdoret, si do e përdoret, kush do bëj çfarë. Dhe të shtunën pastaj e kesh shumë të qartë. Mirë është ta kesh të qartë të shtunën nga do t'ja nisësh, që të mos harxhosh kohë duke u panikosur apo duke thënë që nuk e kemi menduar këtë, nuk e kemi menduar atë. Mirë është që të premten të shtrohen këto gjëra dhe të shtunën niset nga puna pastaj më qetësisht. Në fakt, në Itch.io, në të dyja kanalet edhe të Game Jam 1 dhe të Game Jam 2, ka një lojë që është e dokumentuar në mënyrë perfekte, nga A-ja deri tek Z-ja, saqë aty kanë edhe një game design document, që është dokumenti i parë që ata kanë bërë në momentet kur po bënin brainstorm të gjithë lojën. Pra praktikisht kanë vendosur të gjitha detajet rreth asaj loje, ç'ka mendonin në fillim dhe pastaj ç'kan realizuar në fund, çfarë aspironin për të bërë dhe derisa çfarë kanë arritur të realizojnë për 48 orë. Kështu që ndoshta një game design document, pra mund ta googloni pak edhe përpara, mund të jetë specifikisht gjëja që mund t'japi një dorë dhe mund t'ja kaloj një pjesë të madhe të konfuzionit, të sikletit fillimit, çfarë do bëj dhe si do ta bëj. Është po, të shkruash edhe idetë që ke ti shkruash, domethënë mirë është ti kesh qoftë në letër, qoftë si ta kenë më mirë kushdo. Mirë është të shkruajnë gjëra dhe edhe nuk harrohen, sepse në ca momente edhe i harron ato që mendon, mirë është të, siç tha dhe Dea, të kesh një game design document. Nuk është e thënë të jetë perfekt, siç bëhet nga më të mirët, por ta kesh një pikë reference. Aq më tepër që duke bërë këtë game design document, kjo të shkurton punën pastaj ndoshta kur e uploadon në Edge.io, gjithë ajo pjesa e dokumentimit ti e ke të gatshme sepse e ke bërë atë punë gjatë zhvillimit. Edhe me thënë të drejtën, sidomos në ato momentet finale, kur prezantimi është gjëja e fundit që ty të vjen në mendje, ke shumë siklet për të mbyllur gjithë bugs apo problematiket që mund të kesh me kodin. Engines, tools, teknologjitë, çfarë do sugjeroni? Çfarë duhet përdorur në raste të tilla? Se obvi, të gjitha mund të përdoren, por çfarë do sugjeronit ju? Ndoshta jam pak biased, sepse atë përdor vetë. Atë biased opinion. Unë jam fanse shumë e madhe e Unity, e kam përdorur prej vitesh, mendoj që ofron shumë lehtësira, nga që përdoret nga një pjesë e madhe e industrisë, ka shumë dokumentacion, nëse ti do të bësh diçka, është dikush që e ka bërë më përpara ose ka bërë pyetje për kësaj më përpara, mund të gjesh resurse shumë në internet. Këshilloj përdorjen e version control,
që mund të jetë pak e frikshme për ata jashtë botës teknike, por mund të përdorni këto ditët e fundit para të premtes për ta mësuar pak, sepse të krijon një stres sigurie, do me thënë në një moment që mund të ndodhi një error, një bug, nuk e kuptoni pse ka ndodhur, gjithmonë mund të bëni rollback në një version përpara dhe është si rjet sigurie. Edhe lejon që kodimi të jetë në kohë paralele, ti shikon se ku është ecuria e gjithë ekipit, nëse në ekip ka më shumë sa një programues, të gjithë mund të punojnë në të njëjtën kohë, shohin gjithë ecurinë e projektit të tyre at the same time. Kam përshtypjen që GitHub të ishte një zgjedhje super, të kenë një repository aty edhe everything do shkonte më mirë. Klea. Unë personalisht nuk mund të sugjeroj një platformë, sepse është shumë çështje subjektive në varësi të eksperiencave. Unë thjesht doja pak luftë në komente. Dhe që të gjithë fansat e Godotit të thoshin, no, s'është ashtu. Unë kam përdorur Unity aso kohë, kështu që mua më pëlqeu, vazhdoj ta përdor, por në krahasim me skuadrat e tjera shumë përdorin Unreal Engine, shumë përdorin dhe platforma të tjera, kështu që është tepër subjektive si gjë, është me atë të cilën ndihesh më rehat, ajo duhet përdorur. Edhe definitivisht disa gjëra duhen bërë gati paraprakisht. Madje disa instalime, disa gjëra të tilla, njerëzit më mirë t'i kenë përpara në laptopët e tyre se dihet në përgjagjë gjithë eksperiencës së game jam-it, çfarë do lloj parisje hardwareike që duhet, të gjithë i marrin të tyret, pra nuk ka nevojë për problematikat momentit fundit, mund ta shfrytëzoni kohën akoma më mirë se sa për të bërë një instalim që mund ta kishit bërë më herët. Të punosh në ekip, në një game jam, në sfidën e kohës, me gjithë kaosin e vendimeve. Tani, kjo është mirë kur mendoj që është akoma më mirë kur e njeh ekipin që do marrësh pjesë, sepse di çfarë bën gjithë secili, kush janë pikat e forta, kush janë të dobta dhe e ndan shumë mirë punën. Është pak sfiduese, po akoma më interesante kur nuk e njeh, siç ishte rasti im, sepse ishte komplet perspektive re, persona të rinj dhe nuk e di se me çfarë ke të bësh. Siç e thash, është sfiduese, por ishte goxha fun, do thoja. Edhe arritëm t'ja gjenim ato pikat e forta njëri tjetrit shumë shpejt dhe i ndam punët shumë mirë. Kështu që kjo është subjektive nga eksperienca e gjithë secilit, por mundoni, domethënë ti merrni më të mirën njëri tjetrit, edhe realisht duhen ndar punët që gjithë secili të bëjë ato që është më aftë të bëj. Sara, ke ndonjë mendim për këtë? Mua më duket pak e vështirë në fakt. Unë për vete vijem shumë në presion nga koha. Dhe jam nga njerëzit që do stresoj në fillim dhe do stresoj në fund. Dhe në pjesën e mbetur të kohës do ishte shumë chill. Në fillim do isha ti çfarë do bësh? Urdhro, fol, këtu është momenti, tani çfarë ide ke? Dhe nëse njerëzit nuk do arrinim deri në fund të ditës së premte të kishim një ide, unë të shtunën nuk vija fare. Po të isha një participant. Nëse nuk do kishim zakonisht shtoj shumë presion kur mendoj për kohën. Pastaj momenti i fundit do shkojmë edhe aty, po definitivisht do bëhesha problem në një ekip. Normale, do me thënë, kur ke vetëm 48 orë për të bërë diçka të tillë, ai stresi do jetë. Do me thënë, por të gjithë do me thënë mund ta menaxhojnë së bashku. Do me thënë, dua të shpreh prap pikërisht që tha Klea, secili ka një diçka që e bën më mirë, mund të fokusohet tek ajo, mund ta marrë këtë si rast për të mësuar diçka të re. Në qoftë se në skuadër keni 4 programuesa, do me thënë, nuk besoj se duhen aq, por secili mund të shohë diçka të re dhe thjesht të përpiqet të mos frustrohen, probleme mund të dalin, por gjithmonë grupi kundër do dalin. Kjo është pak po e sigurt. Probleme ka gjithmonë. Për shembull, unë mbaj mend një eksperiencë të Game Jam Nishit, e kemi përmendur në fakt me njëri tjetrin disa herë, që loja ecën mirë kur është bërë vetëm në një environment, po sapo ti e vendos në një tjetër environment, asgjë nuk funksionon dhe pa dashje ti nuk ke një lojë për të prezantuar në fund fare, e ke të vështirë që
Sepse në Game Jam ishte Demo Day ishte direkt pas përfundimit të lojrave. Po. Edhe kjo e bëri pak më të vështirë. Ka qenë një grup që kishin bërë të gjithë lojën e tyre në PC, loja ishte shumë heavy sepse kishin dizajnet shumë heavy dhe pastaj kur ne donim ta shfaqnim, ta loznim në një laptop, ajo bëhet pak e vështirë. Ndoshta testimi do sugjeroja që duke qenë se koha është pak më e limituar, këtë vit janë shumë pjesëmarrës, është që thjesht bën një screen recording të gameplayt, edhe jeni brenda me pjesën që nuk mund të dalin teknikalitetet të tilla dhe thjesht të mund mos ta bësh dot play lojën që ta shohin të tjerët, kështu që ajo sigurisht do uploadohet si package, do jetë playable, do gjykohet, por mendoj për ta prezantuar do ishte shumë e rëndësishme dhe shumë avantazh që thjesht ta kesh të xhiruar një gameplay për të shmangur këto probleme. Ka edhe një sfidë tjetër. Këtë sfidën prapë kam personale. Nëse unë do isha në një ekip, do synoja që çdo feature të bëj në të njëjtën kohë. Të ishim duke punuar me çdo gjë, domethënë që loja të dukej super e plot në fund. Edhe a është best approach kjo? Varet në jam skeptike për veten në këtë pikë. Prandaj nuk është se, më thënë nuk shkojnë gjërat aq smoothly, që të arrish të bësh të gjitha features-ta në njëjtën kohë, siç po thua, siç po sugjeron. Domethënë dalin gjëra her pas here, dalin probleme her pas here, kur të funksionon diçka ti do thuash, "Ua, funksionoi." Domethënë se shumicën e kohës nuk të funksionojnë gjërat. Kështu që edhe një herë varet shumë nga eksperjenca e gjithë secilit. Mund të ketë persona me shumë eksperiencë dhe janë të aftë të bëjnë këtë që thua ti, ka persona që janë më fillestar dhe do dalin shumë gjëra rrugës, kështu që thjesht merrni me qetësi. Plus që kemi gjithmonë domethënë grupin e mentorëve, të cilët mund të ndihmojnë në momente të tilla kur mund të dalin probleme. Varet nga skuadra kjo ideja që do punoni të gjithë në një gjë në të njëjtën kohë apo secili do dali dhe do bëj atë pjesën e vet e pastaj do i bashkojnë në fund. Secila skuadër mund të ketë një mënyrë të punuarin ndryshe, sot thotë që njëra është më e mirë se tjetra, është thjesht varet se çfarë punon, çfarë funksionon për ju, domethënë për grupin. Mbaj mend në mënyrë të vazhdueshme kur flisnim me mentorë që ishin, mjafton të keni një prototip, pra synoni të keni një lojë që bën diçka, pastaj të gjitha elementet e tjera shtojni, që ju thonin të gjitha ekipeve në mënyrë të vazhdueshme mentorët dhe pastaj në një formë apo një tjetër na tregonin të gjithëve që ti sugjeronim, t'ja u kujtonim her pas here që mos u nxitoni, ka kohë për gjërat, më mirë të keni një prototip dhe pastaj të build up from that edhe të ndërtoni gjëra të tjera. Përmendë mentorët. Këtë vit 12 mentorë të profileve të ndryshme. Si t'ju kërkojnë ndihmë mentorëve? Si të make use nga prezenca e tyre aty? Atëherë rrezik një nga situatat më të zakonshme do jetë që keni një problem dhe po më duhet mentori i cili di Unity ose që di si të merret me këtë software që po na shkakton problemin tani. Ata do janë on site, gjithmonë mund t'i gjejnë aty, por përsëri domethënë do përmend Discordin, aty mentorët kanë një rol të tyre, ndalin aty me një ngjyrë jeshile, mund t'i kontaktoni aty në çdo moment, edhe thjesht të mos ngurojnë, domethënë, mentorët janë aty për të ndihmuar. Do të thotë duke pyetur njëri tjetrin, në një farë forme ekipet mund të bëhen ndihmë, right? Klea po e më përmendë që ne shikonin njëri tjetrin pastaj në një farë pike. Po, shikon njëri tjetrin, merr idenë, ka raste që dikush që është duke punuar me njëjtën platformë, ti ke një error, ke një problem dhe mund të nxjerrë shumë më kollaj nga ajo situatë, do të thënë mund të ndihmoj. E mira është të socializosh me të gjithë, dhe mentorët të shikohen si shok, mos të shikohen si mentor dhe të kesh atë sikletin për t'i pyetur. Vitin që ka marrë pjesë unë, na kanë trajtuar si shok edhe ata, kështu që ishte shumë e thjeshtë për të folur dhe madje ishin ata që vinin dhe na thonin ke nevojë për gjë, ke nevojë për ndihmë, ku ke ngecur. Kështu që besoj kjo qasje do jetë këtë vit, kështu që shfrytëzojeni mentorët për çdo gjë. Dhe ndalim këtu edhe te prezenca vullnetarëve.
për gjatë gjithë eksperiencës. Ne jemi 11 vullnetarë tani më, çka do të thotë do mund të asistojmë me çfarë do lloj pyetje, me çfarë do lloj problematike, me çfarë do lloj nevoje për ndihmë, qoftë për të funksionuar mirë në raport me njëri tjetrin, për të gjetur mentorin atëherë kur të duhet në kohë reale, sepse ndonjëherë edhe komunikimi me njëri tjetrin ngadalësohet, se mentorët do duan të jenë tek të gjithë do kenë nevojë për ta, po pastaj edhe për të komunikuar online me njëri tjetrin, jo domosdoshmërisht prezenca e secilit aty fizikisht do ishte e nevojshme. Ndonjëherë është më mirë që çfarë do lloj problematike apo situate ta shprehim në Discord me njëri tjetrin, të gjithë janë online, nga e premtja deri të hënën të gjithë janë aty edhe mund të kthejmë përgjigje kudoherë. E përmendëm shpesh herë stresin e ditës së diel, por nuk kemi përmendur gjithë entuziazmin e të tëra ditëve, qefi, të njohurit njëri tjetrin, të luajturit brenda jashtë ku të ketë hapësirë, netët pa gjumë, të gjitha këto. Përgatituni për një 3 net të mira pa gjumë, 2 do thoja 2. Se natë e tretë është, pastaj e ke fjetur mendjen, e ke dorëzuar. Po që siç ju thash në fillim, eksperienca është ajo gjëja për cilën duhet t'i futeni më shumë sa gjë për te pjesës që doni të ndërtoni diçka dhe të arrini diçka. Do me thënë nëse futeni me këtë gjë në mendje, është e sigurt që do bëni shumë shok dhe shoqe, edhe connections, edhe gjithat mirat. Në fakt kjo është një nga arsyet, domethënë pse kjo bëhet live dhe jo thjesht nëpërmjet internetit siç ka shumë jams të tjera, është që të njihet komuniteti me njëri tjetrin, skuadrat të kuptojnë që janë të këta të tjerë për shembull që përdorin të jetën teknologji si unë, ndoshta ne mund të kolaborojmë edhe pas Game Jamit, domethënë është ky aspekti social nuk duhet nënvlerësuar. Sado që ai stresi i krijimit të lojës mund të të bëjë që ta injorosh për pak, qetësoni, flisni me njerëz. Do jetë përvojë më e bukur nëse nuk e injoron pjesën e komunitetit. Edhe nëse nuk e keni parë deri tani kanalin e Game Jam në Instagram accountin, do duhet ta shikoni, sepse praktikisht aty keni të gjithë footage të punës, obvi, por edhe të qefit. Në fund të ditës edhe të qefit, se si njerëzit kalojnë gjithë atë sikletin edhe pastaj thyejnë akullin, flasin me njëri tjetrin, edhe rrin deri vonë. Mbaj mend vjet kërcenim deri në orën 4 të mëngjesit, sa herë që donim të bënim një shkputje nga programimi edhe nga gjithë puna. Nga ana tjetër, prezantimet këtë vit bëhen ditën e hënë, ashtu siç ndodhi edhe vitin e shkuar. Do jemi në sallën Avni Mula, që është shumë pranë Kullep, aty ku e gjithë eksperienca për gjatë 2 ditëve do zhvillohet. Edhe paka shumë gjithaj sikleti lojës tani më kalon, ka një after party obvi të dielën, se çfarë ndodh kur ke 2 ditë pa gjumë, rri edhe ditën e tretë pa gjumë, sepse do festosh, do të çlirohesh tani më. Edhe pse jo dhe në karaoke. Duhet nxjerr diku ato gjindet që ke pasur këto 2 ditë. Dhe nuk mund të përballojmë edhe një vit tjetër kur Ria kërkon karaoke dhe nuk u bëjmë karaoke. Duhet këtë vit definitivisht me patjetër do duhet ta kemi një tjetër antare grupit të vullnetarëve. Edhe pastaj ditën e hënë bën edhe prezantimet. Do duhet që të fokusohemi pak tek uploadimi i lojrave në itch.io. Ku qëndron gjithë synimi i kësaj praktike, çfarë duhet të kenë parasysh të gjithë participants? Mendoj, domethënë, duke qenë se është hapi fundit, mund të injorohet pak derisa vjen momenti, por është hapi më i rëndësishëm, sepse është ajo që tregon që po, ne vërtet e arritëm, e përfunduam dhe ja ku është fryti i punës që kemi bërë deri tani. Mendoj që mund të futen pak në itch, të bëjnë praktik, domethënë të ngarkojnë diçka sa për të parë se si është i gjithë procesi, dhe ashtu do jenë dhe më gati për ta bërë këtë gjë pastaj gjatë eventit. Disclaimer, merr goxha kohë uploadimi. Pra do duhet, nuk dua të shoh persona që në 18 minutshin e fundit të kohës tentojnë të bëjnë upload. Mirë është i paraprihet kësaj gjës edhe të caktohet një person që do merret me këtë, që ndërkohë që të tjerët mund të jenë duke u marrë me finalizimet e lojës, e uploadimit të projektit, mirë është që dikush të mbledhë të gjitha gjërat që janë bërë
edhe të merret vetëm me këtë gjë. Kështu që është hap tepër i rëndësishëm. Ndoshta ti lënë ca kohë më vete, 1-3 orë është mirë, ta kenë menduar për ditën e diel, dhe për më tepër të kenë përgatitur një prezantim. Çka do të thotë? Juria është e gjitha online, ashtu siç ka funksionuar edhe vitin e shkuar, edhe këtë vit të gjitha anëtarët e jurisë do mund të shohin të gjitha lojrat e uploaduara në një xhtat.io, të shohin prezantimet dhe të gjitha specifikat e tyre dhe më pas të shkarkojnë këto lojra, t'i luajnë edhe më pas edhe t'i vlerësojnë dhe piksimet, nxjerrin edhe 3 ekipet më të mira. Çfarë detajesh do duhej të kishin me patjetër në prezantim? Siç e përmenda, e rëndësishme është të kesh një demo playable të gameplayt. Pra mund të jetë screen recording, video, çfarë do lloj mënyre që juve zgjidhni. Mendoj që kjo është shumë e rëndësishme. Gjë tjetër është pastaj toolset që keni përdorur dhe çfarë trajton loja mbi të gjitha. Kështu që mendoj që këto janë 3 pika kyçe që duhet i përfshijë çdo prezantim. Pastaj ajo personalizohet sipas dëshirës, por e mira është që të mos te i zgjateni dhe ta përmblidhni thelbin e lojës. Dhe pastaj kalojmë fast forward e hëna. Tani më vlerësimet janë bërë, po do ketë një demo day. Të gjitha lojrat aty do prezantohen për gjitha audiencën. Dhe do duhet të jetë një gjë e përmbledhur, actually. Pra jo një gjë shumë e të zgjatur, shumë ekipe këtë vit, domethënë po flasim për afro 30 ekipe, të cilët të gjithë do duhet të marrin kohën e tyre për treguar çka kanë bërë, ndoshta për të bërë ndonjë batutë të momentit aty, po nga ana tjetër për t'i dhënë kredit të gjithë anëtarëve të ekipit, po për treguar, domethënë destinacioni i fundit të tregojnë lojën. Madje edhe prezantimet do ishte një formë më e mirë po të bëheshin me një video recording të lojës. Kështu që mirë do ishte që të gjithë të përgatisnin një të tillë, ta kishin si për prezantim, si për uploadimet e ditës së diel, po ashtu edhe për prezantimet e ditës së hënë. Fund fare, le të fitoj kush është më i miri, ne çmimet nuk i bëjmë publike, dhe kjo punë marrë fund, se ç'është ky muhabet, do futem aty për çmimin, njeriu futet për eksperiencën. Patjetër. Do futet që të kënaqet. Në fakt edhe kjo është këshilla e fundit edhe më e rëndësishmja. Right, Klea e përmendi disa herë. Kjo është edhe theksoj që gjithë eksperjenca është mua sepse pata ato lloj mbresash, u riktheva këtë vit, por si vullnetare sepse doja ta shikoja nga një tjetër perspektivë. Kështu që është shumë eksperiencë e bukur edhe thjesht për te gjithë qëllimeve që keni, thjesht shijojeni. Pikërisht, do me thënë, sado që mund të jetë sfidë në moment, do dalin problemet, do dalin ndoshta në një grindje vockël në grup, nuk ka rëndësi, e gjitha në fund është një sfidë për veten, për grupin, edhe në fund thjesht të sjell kënaqësi kur shikon atë çfarë ke bërë. Është shumë e vërtet. A harrova ndonjë gjë? Kemi harruar ndonjë këshill pa dhënë? Mendoj që ishin mirë. I përfshim të gjitha. Kemi pak a shumë. Kemi lënë vetëm një gjë pa përmendur. Kjo është pak po e sigurt. Këtë vit ka një crowdfunding campaign që po qarkullon prej disa javësh tani më në të gjithë komunitetin tonë. Dhe në fakt kjo është një nga ato sfidat që siç të gjithë participants të këtij viti të duan të ndërmarrin një sfidë me veten e tyre, të ndërtojnë një lojë deri në fund, edhe ne këtë vit tham si mund të bëjmë edhe një problematik tjetër për të zgjidhur, si mund t'i japim vetes një sfidë. Edhe tham të provojmë që ky event, ky Game Jam të jetë nga komuniteti për komunitetin. Prandaj kjo hapësirë është një thjerrje për të gjithë ata të cilët kanë aplikuar dhe të jenë pjesë e Game Jamit, në fakt të kontribojnë në një formë apo në një tjetër që kjo eksperiencë të jetë më e mirë për të gjithë. Dhe kjo nuk është vetëm për Game Jamin, kjo është për të gjithë komunitetin e entuziastëve të videolojrave në Shqipëri. Kështu që linkun që të gjeni më poshtë, bëni share me ata që njihni, bëni share me ata që të duani një formë apo një tjetër, të bëhen pjesë e kësaj iniciative që në fakt është shumë e rëndësishme, se tani pas 3 vitesh ne njohim njëra tjetrën, por njohim edhe plot njerëz të tjerë që janë shumë të pasionuar pas kësaj fushë e që tani më kanë edhe një karrierë në këtë fushë. Është shumë gjë e mirë. Tani shumë faleminderit. Faleminderit. Është shumë kënaqësi të kishim të diskutimin bashkë.
Unë me zi pres të vije premtja, me thënë të drejtën. Edhe unë. është nga ato pritjet që ti e ke qef, po pastaj ke siklet dhe thua, do jetë shumë lozur, po si do bëhet kjo, ku janë gjërat e tjera. Po, ne do kemi stres baraz me pjesëmarrësit. Absolutisht që po, ndonjëherë ne kemi pak më tepër, po na e di njeri, Po s'ka gjë. na e di njeri, s'ka gjë, ne bëjmë për veten. Shumë faleminderit. Të do shihemi.